Durim Bami, kemi folur në fakt në këtë studio, është ekstraduar nga Dubai, por pyetja është, a mundet Durim Bami të kthehet në një bashkëpunëtor të drejtësisë, sa mundësi ka këtu, dhe ajo që është pikpyetja më e madhe, çfarë di Durim Bami? Shumë çka. Durim Bami është një emër goxha i madh krimi shqiptar. Është përfaqësuesi, si thua, më i njohur i grupeve apo grupit të fushkrujës, që vepronin si dore dytë, ose si me thënë ata kur nuk arritën të bëshin vetë një grupim dhe të kishin një lider, po ata kanë qenë gjithmonë në shërbim të bandave të njohura në Shqipëri dhe kanë shërbyer shumëti si vras me pagesë, si intimidues, vendosi këtij të trembet një kallup tritole, etj. Durimi është më i vjetri sepse mua më del që në moshë të vogël i akuzuar, kur ka qenë Ilir Meta kryeministër, i akuzuar për vendosje tritoli ndaj shtyllave të tensionit lart. Ka pas një fushat atëre, pasi ju atribua Berishës dhe opozitës saj kohe, që hidheshin erë shtyllat të tensionit se gjasme duke qenë terë Shqipëria, do humte pikë në anua dhe do vinte në pushtet opozita ku di unë, ka qenë një, ne mori nga kuksi dhe ato shtyllat të tensionit fillom t'i këpusnin me shqiptarët, me fjalë, t'i këpusnin me energjinë vetes. Dhe ky u akuzua, u arrestua për këtë punë apo diçka e tillë dhe ka qenë që doli si emër. Durim Bami. Më mbrapa na shfaqet një band që së shumti merr përsipër të organizojë vrasje me pagesë. Dhe u bë aty si ajo qendra, kur ti doje një vrasje me pagesë, X grup e merrte aty. Ndonjëherë fillonin dhe dilnin dhe nga kontrolli. Tani, në psikologjinë e një personi të tillë, pavarësisht se është arrestuar, pavarësisht akuzave për tentativë vrasje, apo dhe për vrasje, nuk janë të prirur të bashkëpunojnë. Ata nuk duan t'i hapin të lashe vetes më shumë se sa letra ka prokuroria për ta personalisht. Nuk duan t'i hapen më tej, sepse ata e dinë dhe pushtetin e dikujt tjetër. Pra nëse ti do hapësh gojën dhe do flasësh për atë tjetrin, atje matan, edhe ai ka një pushtet. Flasësh për tjetrin, edhe ai ka një pushtet. Pra janë shumë të kujdesshëm në këtë pjesë. Unë nuk besoj se Durim Bami ai thot, unë do bëj atë çam takon mua të bëj, atë burg dhe shëndet. Pra nuk ka shumë shanse për të kthyer bashkëpunëtor me drejtësinë. Por, se do kthehej. Çfarë mund të ndodhte? Çfarë mund ndryshonte? Do ndodhte një revolucion i paparë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Do zbardhej një pjesë e madhe për një kohë të gjatë e vrasjeve, sidomos vrasje me pagesë, një pjesë shumë të madhe. Me sa ngjarje është i lidhur, për sa mund të flasë? Nga vrasjet më të mëdha që mund të flasë ai, për mendimin tim, është zbardhja e vrasjes së Vis Martinajt, ka një implikim shumë masiv. Është vrasja Artan Santos, është vrasja atentatin ndaj Tom Doshit, merret ato edhe një herë si ishte ajo puna, zhdukja e Universitetit Fukës, etj. Ngjarje pafund që ka qenë në këtë areal. Ngjarje që mund të tundin themelet. Po, zhdukja e Vis Martinajt i tund themelet. Unë besoj se kjo është ajo që mund të them për Durim. E kuptoj. Dua të qëndroj pak tani tek Ervis Martinajt, tek hetimet për të është. Gjithmonë ka kurreshtje, gjithmonë ka kuriozitet për këtë personazh Fati, i cilit kemi thënë në këtë studio detaje nga më të ndryshmet, por gjithsesi hetimet nuk po japin asnjë sinjal. Apo sabotohet ky hetim? Çfarë po ndodh në të vërtetë? Kush është i interesuar që të mos zbardhet ngjarja? Është sabotuar që në krye të herës. Pra ka ca vonesa të çuditshme në hetimin e kësaj ngjarje. Mëtej nuk i është lënë krimeve Spakut, por i është kaluar prokurorisë Laçit. Dhe ka një numër shumë të madh pikpyetjesh. E para, pse u bë vonesë? Pse u vonua në hetimin e kësaj ngjarje? E dyta, pse u la prokurorisë Laçit, kur shumë bukur mund ta merrte Spaku, për dy arsye të mëdha. E para, bëhet fjalë për një element të krimit të organizuar, dhe e dyta, me ato dhëna sa ka policia, bëhet fjalë për një viktim të krimit të organizuar. Është pak a shumë rasti Jan Prengës. Jan Prenga edhe u rrëmpye, tani kemi dënimin me burg për jetë të personit kryesor, që kemi lajm të këtyre ditëve. Është e njëjta gjë. Pse njëra u hetua nga Spaku dhe tjetra nuk hetohet nga Spaku? Tjetër, përse Laçi kur ngjarja ka ndodhur në Durrës? Pra deri tani në tim që policia shqiptare ka bërë hetime në Durrës, për zhdukjen e tij në Durrës, në Shijak. Në zona të caktuara janë bërë hetime
përse duhet shkojnë në laç kjo? Kush është i interesuar? Pra, këto janë shumë probleme të mëdha që lidhin, që implikojnë në këtë proces të jetimit të zhdukjes së Vis Martinajt, implikojnë sistemin e drejtësisë, që sigurisht nuk është sistemi i drejtësisë që do ta bëjë këtë punë, nuk është dhe policia që do ta bëjë. Atëherë kush është? Kush qëndron në Shqipëri mbi sistemin e drejtësisë dhe mbi policinë? Për mua vendoset politika, vendosen oligarkët. Këto njerëz unë besoj se e kanë sabotuar dhe vazhdojnë ta sabotojnë zbardhjen e kësaj ngjarje. Çfarë do të ndodhte nëse do të shkojë deri në fund kësaj ngjarje, nëse do të zbardhej kjo ngjarje? Nëse do zbardhej kjo ngjarje, nga informacionet që ne kemi, të bazuara nga çka kemi në gazetarët, nga burimet tona, nga burimet nga buzat familjes, kjo zbardh implikim edhe të nëjë pjesët politikës, edhe nëjë pjesët oligarkëve shqiptarë dhe të majës së krimit, piramidës majës krimit organizuar në Shqipëri, të cilë të bën pothuaj të gjithë bashkë për të eliminuar Vis Martinajt. Atë ditë, dhe këtë po e them për e parë, nuk është se ky shkoj dërë në thes, si i themi nese, shkoj thonë e bën atë lojën që kapëm atë dhe këto unë i besoj të gjitha. Por nuk është se ky ka shkuar vetëm. Nuk është se ky ka shkuar as veti dytë. Jo, ky ka shkuar me njerëz. Ka shkuar të paktën me 3 makina me njerëz të armatosur. Por, kundërshtarët ishin përgatitur për plan A, për plan B dhe për plan C. Kishte kohë i hapur në letra të hapura se si do bëjë ky planifikim. Dhe kur kundërshtarët kanë shkuar, këto njerëz që shoqëronin Vis Martinajt, kanë shkuar tek vendi, tek vila që ai u fut, dhe pasi ai është futur, kanë qenë në pritje aty për të siguruar çfarë do ndodhte, për ta garantuar këtë njerëz. Kanë parë të vinë nga përballë njerëz të veshur me uniforma policie. Shumë njerëz të veshur. Ata kanë menduar se është policia, po në fakt ishte policia. Dhe janë larguar. Ky ishte fati i tij që u gatuan atko, pra dëshmitar, a ka pafund. Pafund. Po kujt i intereson të zbardhet ose jo, kjo është çështje tjetër. Askujt që kjo ngjarje të zbardhet. Qartë. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë Altin Hajrin. Ky vendim, çfarë rëndësie dhe çfarë valence merr, Fredi? Tani, Altin Hajri përpara se, pra akuza e tij është për zhdukjen Jan Prengës, për arsye se i vllai i vet, pra mendonte apo kishte dhëna të sakta miq të vet, apo dhe ai vet interesuar se mund të qenë të një grupi të trafikut kokainës për zhdukjen ose vjedhjen një sasi e kokaine në Angli. Dhe ata i çojnë fjalë atij që ktheje, sepse ne nuk kemi njerëz pa njerëz dhe kemi fuqitë tonë për të bërë ty keq. Si duket ai nuk e kthen, ata i marrin peng vllain dhe e zhdukin. Por ka një element që janë hapur kamerat e sigurisë dhe janë gjetur plane. Që kjo është janë prova shumë të forta. Altin Hajri u dënua për këtë ngjarje me burg përjet. Dhe një person para tij është dënuar dhe disa të tjerë është ndarë dosja. Ka një proces në vazhdim që mund të ndërnohen dhe shumë njerëz, sepse krimet e rënda sigurisht kemi thënë që kanë dhe dorën e rëndë për dënimet. Tani çfarë ndodh? Problemi është që kur dënohet një person, madje që kur shpallet në kërkim një person i nivelit të Altin Hajrit, është një fitore shumë e madhe për sistemin e drejtësisë. Pra, kur një njeri që ka bërë një krim, që është goxha e njohur, që ka një peshë të caktuar, shpallet në kërkim, kjo është fitore shumë e madhe e policisë, sepse i shpallur në kërkim, do të thënë që një ditë e para të kufizon ty aktivitetin si pjesëtar apo kryesues i një grupi kriminal. Kurse dënimi me burg përjet është dhe më i rëndë akoma. Është më i rëndë akoma në sytë e opinionit, në sytë e të sërës tënde, etj. Kjo është një goditje shumë e madhe, plus faktit që ky ka qenë i përfshirë në politikë. Pra, mendojmë që në përgjimet, apo më saktë në ato çfarë janë publikuar për deputetin Çyrbja, dalin dialogje që Altin Hajri dhe persona pranë tij i kanë siguruar atij në vitin 2021 të futet në listë të sigurt në Durrës, jo vetëm atij, por edhe një personi tjetër, që tregon fuqinë e krimit të organizuar në Shqipëri
lidhur me politikën, ose në shërbim të politikës, të shpërblyen e politika, sepse në mars, një muaj pas zgjedhjeve, pra, s'po flasim për 2021, po flasim 2025.